Jam një 36 vjeçare, rrethina e Tiranës. Dua një njohje sekrete. Jam e martuar dhe nuk dua probleme. Jam e martuar dhe kam një vajzë të vogël 2 vjeçare. Kisha një martesë të lumtur, por ndodhi ajo që nuk ja dëshiroj t'i ndodh askujt në jetë. Jetonim të lumtur me burin, por ai ndëroi mendje. Vetëm pinte tërë natën, isha e vetmuar. Unë kujdesem për burin dhe për vajzën dhe ja dal ashtu si mundem, me shumë probleme e shumë sakrifica të mëdha. Dhe tani më është shtuar edhe nevoja për të pasur ndonjë burr për nevoja personale, se nuk e shtyj dot më kështu. Në fillim isha e mërzitur shumë për burin dhe vajzën, por tani jam pajtuar me fatin tim dhe kujdesem për familjen. Por nevoja të shtyn të bësh edhe gjëra të tjera.